Departamenti për luftimin e krimit të organizuar ka dorëzuar padi penale në Prokurorinë Publike të Shkupit kundër ish-ministrit të Brendshëm Oliver Spasovskit për shkak të ekzistencës së dyshimit të arsyeshëm për kryerjen e veprës penale, keqpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar, sipas nenit 353 paragrafi 4 në lidhje me paragrafin 1 të Kodit Penal. Njofton Ministria e Punëve të Brendshme. Ai dyshohet se i ka mundsuar një personi juridik inspektim teknik në komunën e Sarajit të përfitojë 5.565.927 denar. Oliver Spasovski, gjatë kryerjes së detyrës së ministrit të Brendshëm, përkatësisht gjatë vitit 2021, duke keqpërdorur pozitën dhe autoritetin e tij zyrtar, i ka mundësuar një person juridik inspektim teknik në komunën e Sarajit të përfitojë dobi të paligjshme pasurore më shumë se 5.565.927 denarësh. Sipas njoftimit të ministrisë, Spasovski ka kryer krimin në atë mënyrë që nuk ka nxjerrë vendim për revokimin e autorizimit për inspektim teknik brenda afatit të përcaktuar me ligj, bazuar në një propozim të paraqitur nga një njësi organizative kompetente për çështje civile. Edhe pse e dinte se afati për lëshimin e vendimit për revokimin e autorizimit ishte jo më vonë se 15 ditë nga data e paraqitjes së çështjes. Ai nuk e kreu detyrën e tij zyrtare në përputhje me ligjin për automjete.